SHBA ka sankcionuar familjen Hysa. Orët e fundit është mësuar, thëmë se familja Hysa është sankcionuar nga thesari në SHBA si grupi organizuar kriminal. Klodi që ka ndodhur Klodi dhe Ferdinandi për këtë moment. Tani është një vendim i dalë në departamentin e thesarit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që kanë sankcionuar familjen Hysa, të luftar Hysës. Janë 4 vëllezër dhe vajza e njërit prej vëllezërve, të cilët janë sankcionuar në ndryshime për pastrim parash të kartelit Sinaloa. Mendohet që parat janë pastruar në disa vende, jo vetëm në Meksik, në Shtetet e Bashkuara, por edhe në Shqipëri. Dhe rezulton që vëllezërit, të cilët janë me origjinë nga Belshi, të zhvendosur shumë shpejt në Meksik dhe më pas luftari që është edhe më kryesori në gjithë të çështje i zhvendosur është edhe me pasaport kanadeze, të jenë të përfshirë në veprën penale të trafikut të drogës, pra kanë pastruar parat të trafikut të drogës të kartelit Meksikan Sinaloa. Dhe sipas sankcionimit, ju e dini që në rastin konkret, duke qenë se konsiderojnë si një familje mafioze, pra ky është përcaktimi që kanë dhënë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk mund të ketë asnjë lëvizje të parave pa marrë autorizimin e departamentit të thesarit. Luftar Hysa për opinionin publik shqiptar nuk është se ishte një personazh shumë i njohur, derisa një ditë u shfaq në Tiranë dhe u filmua duke hyrë në ambientet e brendshme të kryeministrisë. Në atë kohë ai pati një takim me kryeministrin që gjatë një interviste televizive u përpoq të shpjegonte ose të sqaronte që nuk ishte një takim që kishte të bënte me biznese, por ishte një takim që kishte të bënte me një mikun e tij skoces që donte të bënte një libër për Shqipërinë, pra u përpoq ta trajtonte këtë si një çështje tërësisht me artin dhe me kulturën për atë lidhur këtë takim, por jo me Ramën si kryeministër, por më pas kryeministri i vendit gjatë një interviste për mediat italiane pranoi që ishte diskutuar ndër të tjera edhe për një licencë për kazino. Duhet kemi parasysh që familja Hysa ka një rrjet restorante shumë të njohur, po ashtu edhe kazino në Meksik, por ka aktivitet edhe në Shqipëri. Pra ka një kazino ku ka investuar jo në masë 100%, sepse ka dhe aksioner të tjerë. Një masë konsiderueshme të kazinove i kanë kjo kategori njerëzish. Po patjetër, por me qenë se po flasim për familjen Hysa, se ato janë sankcionuar, kanë aktivitet edhe në Vlorë. Në atë kohë, paktën kur luftar Hysa doli dhe foli publikisht, ishte gjithë diskutimi kishte të bënte me, pra unë kam parë bilancet e kompanisë në atë kohë dhe bëj fjalë për një investim të konsiderueshëm për afro 12 milion eurosh. Unë nuk e besoj që luftar Hysa ka vajtur në zyrën e kryeministrit për të folur për çështje librash edhe për çështje arti apo kulture, patjetër që aty ka të bëjë me interesa ekonomik. Në shkruajnë njerëz që e njohin mirë këtë gjë që nga viti 1922 nuk ka asnjë përqindje me letra. Te kjo kazinoja. Kazinoja është në Vlorë? 2022 është. Po flas në kohën që po zhvilloheshin ngjarjet zoti Rakipi, po flas sot. Jo, qartë. Po flas për kohën që është informacion më thjesht. Është informacion. Po patjetër, po flas për kohën që zhvilloheshin ngjarjet, sepse kjo që është sot është pasojë e disa ngjarjeve që kanë derivuar më herët. Pra janë takime të zhvilluara më shpejt dhe Se 1922 tash unë? Po. I bie që ky të jetoj 400 vjet. Allah. Ma fani të ndërruar të shku. Ka laps ose këshu, po është laps që dënën të keqe. Patjetër, luftar Hysa u ekspozua për herë të parë nga mediat në Meksik, pra atëherë ishte momenti i parë kur doli, sepse thash profili i 4 vëllezërve në Shqipëri ishte thuajse i panjohur për shkak të largimit. Ekspozimi fillimisht u bë atje, u mohua më pas, pra u tërhoqën edhe gazetarët fillimisht, sepse ju e dini edhe nuk ka nevojë për koment, karteli Sinaloa në Meksik i El Mayos është një ndër kartelet më të fuqishme të botës dhe që praktikisht është kthyer në një shqetësim shumë serioz edhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në fakt është. Patjetër, ndaj po them. Kështu që duke qenë në këtë aspekt, fillimisht edhe mediat atje u tërhoqën, por tashmë është një vendim i Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe i Departamentit të Thesarit, që në fakt çfarë ka patur qëllim? Ka patur qëllim direkt goditjen e milionave të eurove apo të dollarëve. Kështu që në momentin që një organizat, një grup ose një familje kriminale goditet tek parat, me sa duket Shtetet e Bashkuara të Amerikës e shikojnë ose Departamenti i Thesarit e shikon këtë si masën më ekstreme për të ndërprer apo për të paralizuar të gjithë aktivitetin e grupit. Unë e hapa vendimin e Departamentit të Thesarit dhe thot janë sankcionuar 27 individ dhe entitete, 4 prej të cilëve janë vëllezër, Arben Hysa, Ramis Hysa, Fatos Hysa
dhe Fabiol Hysa, si dhe Janë vajza 5 pjesëtar të familjes Hysa. dhe vajza e Pjesa tjetër janë Ramisit, por ka mbiemër të ndryshuar dhe thot që luftari si pas të gjitha të dhënave të bëra publike dhe në media në atjerë, jeton mes Meksikës dhe Kanadas, shihet si një ndër anëtarët kryesor të familjes Hysa dhe ka dhënë intervista, si shkruajnë mediat, përfshirë edhe më pas është zbardhur thuajse në pjesën më të madhe, për bizneset e familjes në Meksik dhe në Europë. Si pas të dhënave rezulton që luftar Hysa, Fatos Hysa, Arben dhe Fabiol Hysa kanë bashkëpunuar në ngushtë me një shtetas amerikan për pastrimin e parave, përfshirë transportin e sasive të mëdha të parave nga Meksika në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku kompania e shtetasit amerikan është përdorur për pastrimin e parave, sikur se rezulton nga ky vendim i departamentit të thesarit. Gjithashtu, luftar dhe Arben Hysa, si pas të dhënave të marra nga autoritetet meksikane dhe amerikane, kanë përdorur një kompani me bazë në Europë për të pasuruar nga pastrimi parave, të cilat rridhin nga trafiku i kokainës. Pra ideja është që departamenti i thesarit ka të dhëna të qarta dhe kompania që përmendi Ferdinandi është një kompani që ka bazën në Meksik dhe është në vetëm pronësi. 1% e Po nuk ka rëndësi, problemi është që 1% mund të jetë publikisht, jo publikisht ne nuk e dim sa është. Po mirë, po flasim që kanë dokumenta se tani atëherë ne po flasim për një vendimare të departamentit thesarit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Autoritetet shqiptare nisu nga kjo e dhënë, edhe është për të përshëndetur. Duhet nisur një hetim në Shqipëri për të parë gjithë aktivitetin e 4 vëllezërve Hysa. Pa i paragjykuar fare, do të thënë, unë kam qenë në atë kohë, pasi luftar Hysa ka folur në opinion dhe ka dhënë shpjegimet e tij, këtë pikpyetje kam ngritur dhe në atë kohë që autoritetet shqiptare, pa i paragjykuar fare zotrin, nuk e njoh, kam rënë në dieni për herë të parë të emrit të tij në momentin që kanë shkruar mediat meksikane, ama nga ana tjetër ju takon autoriteteve të hetojnë aktivitetin e tij, apo jo? Pra për të parë, se çfarë është kjo kompani, sa thellë është futur në kompanitë e basteve, a ka marrë licenca të reja, a ka patur interes, do të thënë gjitha këto janë pikpyetje që duhet marrë një përgjigje. Gjithsesi ai ishte larguar këtij momenti. Po flasim për gjërat të cilat ai nuk është më. Ndërkohë Shtetet e Bashkuara të Amerikës për interesat vet ti e lexove mjaft qartë me një biznesmen i madh amerikan, siç thotë. Po, një shtetas amerikan. Ai kishte lidhje të qarta dhe amerikanët kanë marrë masa për vendin e vet, siç marrin ata vazhdimisht masa, por ne tani shqiptarët e marrim edhe këtë si një moment non grata, e marrim si një moment mjaft rëndësishëm. Non grata. Për mendimin tim, për shembull, pasheqjes Dodikut, non grata. Do bin dhe këto. Më duket si e kemi marrë shumë më seriozisht se ç'duhet. Domethënë për shkak të inferioritetit që ne kemi, por në këtë rast për shembull mund të jetë plotë të gjithë departamenti i thesarit ka bërë punën e vet. Amerikanët kanë punë tyre. Në të njëjtën ditë dhe ne s'mund të diskutojmë. Në të njëjtën ditë u shpallën non grata Berisha, Vangjush Dako dhe Ylli Ndroqi. Po ky i fundit se ku lidhej, ku morë vesh me potë çfarë them. Kështu ishte. Të shpallur ky. Po kur ishte lista e futën datën? Unë them tani që ne nuk kemi shtemi më shumë se kaq, ne morëm dhe sollëm këtë si ngjarje. Domethënë, por nuk është për kriminal, më shkruajmë për shembull njerëz të ligjit që njohin kjo është non grata si e Dodikut. S'është non grata, më fal. Gabimi është vetëm është sanksionim financiar. Është sanksionim financiar dhe nuk ka lidhje. Ti jep në konceptin e ke kur Dodikut ju hoq, që ka vrarë me qindra dhe mira, ju hoq non grata, dhe në Shqipëri mund të ketë një non grata të tillë, ky është vërtet një diskutim, domethënë për këto janë disi diskutime ndërkombëtare ku se kemi ekspertizën e duhur për të folur çështje politike ndërkombëtare, po në logjik kaq kuptojmë që Dodik një njeri që 20 vjet vetëm ka vrarë dhe ka prerë në rajonin e Ballkanit dhe është bërë një problem shumë i madh për të gjithë. I hiqet non grata dhe në Shqipëri mund të ketë një non grata në të tillë, është për të vënë fakt duart në kokë. Pra e theksuam që nuk është non grata si e Dodikut, është sankcion për lidhje me kartele. Apo jo? Po pra po, e sqaruam shumë mirë departamenti lidhje me kartele. I thesarit. Departamenti i thesarit e ka bërë këtë pikpamje. Dhe nuk ka ngjashmëri me, por nuk ka rëndësi. Unë e thash në një plan në fakt më shkruajnë që kjo është më e rëndë akoma.
Njeri ju që mi shkruan dhe këtë? Sepse blokohen pasuritë. Sepse nuk ka të drejtë të bëj asnjë lëvizje të pasurive të tij. Dhe duke qenë se kompania që ka patur këtu, sepse ai ka qenë aksioner te Marina Bay, normalisht në momentin që sankcionohet, nëse sankcionimi bëhet pa hequr dorë nga kjo kompani, mund të ngrinte asetet e kompanisë këtu. Dhe normalisht familja Hysa nuk mund të bëj asnjë lloj transaksioni në të gjitha pasuritë që ka si në Meksik, në Europë apo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra është mjaft e rëndë. Në këndvështrimin tim, jo vetëm temin, po më shkruan që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Departamenti i Thesarit ka qëllim ngrirjen e aseteve përgjithsisht për të paralizuar aktivitetin e organizatave terroriste, të karteleve që merren me drogën, pra që trafikojnë siç është Sinaloa, apo të familjeve mafioze kryesisht që pastrojnë para, duke paralizuar qarkullimin e parave në një farë mënyre kanë bllokuar të gjithë aktivitetin e familjes dhe më pas edhe ndikimin e tyre në aspekte të ndryshme.